Përshëndetje nga Krusha, jem në rrugën e Drinit, sot Hysni Doroko, dëshmorit, ku edhe ka pas shtëpin. Ka shpërthy ujë këtu, si pas banorëve që më kanë thirrë që 3-4 ditë. Po, kompania Radoniqi po shtartë, jetësonin e kem një nga punëtorët ma të mirë të Krushës të vogël, cili nuk priton me lajmëru rastin kompanije mjo përgjigj. Una mora jetëson! Përshëndetje. Duhet lumshin. Vjen që kishin e vogël. Hajde më e shumë. Që kishin e vogël, a vi që do... Ana lindo, ato lindo. Se unala në lokal ma qitë një kafe me shishe i shinkon të qitë kafe. Po që kishin e vogël. Që ha vogël. Qa pas ka bo këtu. Kjo është shtru në 2015 e kom incizue, punimet jam duke vazhdu të poshtë po ende nuk qenë nga gati, e kura asfaltojnë se di. Në këtë rrugë gjendet ata krematariumi, një nga krematariumet ku janë ndjek gjatë 3 persona, ku ka qenë Robin Cook, ish ministri angles. Shinjen ende gjurmët, kjo ende ka mbetë pa u shpërënsua, pa u rregullu kja punë. Që kjo shtëpi moti o dashtë me hinë kuadër monumentet mbrojtëra të krimit serb që kanë bo në Krushë. Selami Hoti Sfuni ka bo kërkes për vjetori, ka bo presidentës e kryeministrit e gjithë tjerëve institucionëve relevante që në ndërmarë masa me kry këtë punë. Forca jetëson, bre. Zamara dhe ju. Një dorë dhe thasën punoj. Shtua matura ku lië shanë gjithë pa dorë. Një përshëndes edhe herë. Është të këshirëm gypin e ri. Në kuadër të punimve që po ndërtohet rruga, është edhe gypi i ujit që kanë më lidhë pastaj banorët e kur i rregullon komuna, ministria, kush është përgjes në vonimin e kësaj rrugës, nuk e di, sepse ajo është vjetru zora vjetra dhe po ka shpesh herë prishje. Kjo është e reja këtu, pastaj do të më lidhë banorët. Ju përshëndesim edhe herë ka Krusha. A shkuar me shkuin, a? Hajde. Si pas jetësonit e ati kolegës tjetër, zora re që është me. Kompania tha që i ka kry punimet u dasht me kontaktu me Radoniqin. Mu kry punimet me në rana, mu lidh njerëz në zorë të rej. Po, këtu Kosovë është. Zotin animoft. Detyra jam jasov shtu në vetë tëmë. Qka i qizoj që shtu për fshat, për mërgjimtar, shka ndodhë fshat. Kur jam kësaj dhe nuk kujtoj. Kur jam Prishtinë janë atë minë tjerë. Letë postojnë çka të kanë qef ata. Je borë. Sot për rrezon dielli e nata pritet jetë e ftoftë. Pranë që ka lëptu.
shpërbim edhe ka i kafe të Lenari.